Përshëndetje, me që jemi këtu me podcastin e radhës të madamit me mu Antigonën, e sot me mu në studio është një miki jemi i vjetër. Adnan Blaku, mirë se erdhe Adnan. Miki i vjetër, thash ku maru me ecën për lesh. Po tu e na plak. Faleminderit shumë, jo, edhe pleshnia e ka, po mënej po, me profesion i farë mënyre, hina tash për vitin e 20, më thonë karrierë për mënej 20 vite, po tash të ditë soj ka sabri fizillohu, na jemi halotëri, vëtin. Kështu që mirë është mu plak bashkë me karrierën, edhe mirë është karriera më novë, plak me mirësi edhe me gjanat bukra gjatë jetës që punojmë. Kështu që faleminderit shumë. Qysh po një është në studio të rej në këta ambjente të reja profesionelit? U befasova pak se kemi folë shumë për studion e rej, po në gjithmonë të mendu që po folë për interierin që e këni rrugullune, se kom ditë që pas kënë rrugë komplet venë. Më herët kështë të thonë që pas kënë ba një televizion, më me thonë lirisht më Mrena standardeve. Po, unë në krejt televizionet shkoj, po mendoj që është një ndër televizionet më të bukra me interier edhe me skena, me këto. Do më thonë u befasova. Ti e din që na punojmë shumë moti edhe që të në kohën përpiqemi me qenë në trend edhe me kohën, tash ka ardhë koha e podcastave, ka ardhë koha kur njerëzit flasin për temat e caktume, nuk I intereson më kërkuj as e kalumja jonë, as si na jena balafaquna me problemet, po në sot po du me intervistu atë Adnanin e tavolinave. Atë Adnanin të cilin e njofim vetëm na. Ti e vërtet I sinqert në shumicën e intervistave që jetë. Fatkeqësisht në vani ku po jetojna, që nuk dosh me konë kështu. Pse? Pse s'dosh me qenë sinqert? Po mënoj është kënaqësia më e madhe me koni sinqert për arsye se flanë në paqe, flanë shumë mirë kur të qetë kryet një stak, po jemi ardhur me një periudhë kohore ku nuk vlerësohesh shumë me koni drejt, nuk vlerësohesh shumë me koni njëri që ndihmon tjerëve, nuk vlerësohesh. Prej kujna nuk vlerësohesh? Zakonisht nuk vlerësohesh prej njerëzve që ti mendon që janë të vlerësuar, me mandej dalin pa vlerësuar, mandej ajo është një farlloj I natë e përzime pak me vujtja ashtu, na nuk po jetojnë 200 vjetë, domethënë edhe kur ta prish dikush mudin, domethënë unë nëse si Antigonë ndu shumë ose flutrën sa aktor që I kam gjithë mirë me ta, edhe nëse I llogariti për veten time dhe I du dhe I respektoj edhe dha gjithçka për ta, dhe nëse nuk merr sa jep, mandej ta prishin I farë disponimin, ka njerëz që të prishin disponim një ditë, dikush tash varet sa ki afërsinë. Nëse ki afërsinë shumë të afërt. Unë Adnan për shembull ty të njoh si një djalë I dashur me kolegë sidomos. Je shumë I dashur me njerëzit që punon. Unë shoh që ti ke reputacion shumë të mirë edhe në estradë, ose më thonë në mesin e njerëzve që kanë karrierë. Të shoh që ke shumë relata të mira me kolegë, me bashkëpunëtorë, të shoh që ke relata të mira me publikun tonë. Çka është ajo që të pengon përgjithësi, që ti thu që është fatkeqësi me qenë I sinqert? Mu personalisht si Adnan, krejt këtë e kom fitu të koni sinqert me gjithë. Domethënë, unë nëse kam diçka mi thonë Antigonës të edhin, unë e thëmë. Qoftë Antigonës, Avalonit, cili do këngëtar apo cili do artist, mu nuk më pëlqen njerëzit fake. Fake është ajo që njerëzit para syve me ty shkrihen edhe mas syve flasin keq për ty. Janë njerëz të legjë, janë njerëz se di jemi lig si brum I njeriu, domethënë, nuk jemi falënderues. Unë kënaqem kur ti ndihmoj dikujt. Kur them kur ti ndihmoj tash, kjo puna ndihmesës në generale është ti sa ki mundësi edhe ka çik mi ndihmu dikujt, po kanjëherë ndihmë është edhe komplimenti. Mi thon po do kesh mirë se ta rregullon pak disponimin. Po unë me kolektiv edhe me estradë edhe me gjithë kom qenë gjithmonë mirë për arsye se gjithmonë kom qenë ai shyhreti I tavolinës, edhe gjithmonë kom qenë ai që e kom thonë që aty kom lanë, masanej nuk kemi të thirrën na në ky dyja se Zoti na ka bë tonve, po nuk kemi të thirrën që unë me kanë regjisori, aktorëve të tjerë me thonë ky është I miri, ky është I keqi. Po mendoj që na jemi shije, populli na don për shije, populli nuk na vlerëson në mënyrë artistike. Mënyrë artistike janë regjisorët edhe ata që na vlerësojnë. Domethënë, na jemi si aktor ose si artist lloje mëllcinave, që krejt jemi të hëngshëm, dikush e hanë qitë mëllësin, dikush këta nuk e hanë për hanë qëta tjetër, po unë s'kom pas kur probleme xhelozi, për arsye se ka dashni për krejt, ka njerëz për gjithë që më na dhon dashni, më na dhon pëlqim, po problemi sot sidomos ka ardhur një farë jetë dinamike shumë e shpejtë, me ardhur deri te llojku, me ardhur te parja saqë njerëzit më
qoftë estrada, po qoftë jashtë estrade, njerëzit e kanë marrë malin të qysh, kanë harru me kanë vetja, kanë harru me dalë me pini kafe. Mu më pëlqen shumë të vetja është që unë nuk ngujona në shpe. Unë e dalë pi kafe edhe në papuqa, sidomos në venin temë, po dujeva të është si me ndru prej salonin dhomë tjetër, po unë nuk vuj pi komplekseve pse unë e dalin televizor edhe tash jem aktori humorit edhe më zdal me pini kafe ku ka kallabllak. Besom që dal. Edhe relaksona dhe kënaqna, edhe momente kur dal e kam notës që e kemi gjithë, unë e shkruaj edhe skenar, domethënë. Po, inspirohesh për njerëz. Po, inspirohen, se më ndihmon një tavolinë që atje që më dhajnë pozitivitet, një tavolinë që më dhajnë diçka tjetër edhe non-stop shkruajnë notës. Domethënë më ndihmon, se nuk e di unë e kanë keq kuptu, po flas për kolegët e mi, për disa e kanë keq kuptu këtë pjesën që hajtë mos dalmi më na pa njerëzit se bëmi bajat, jo, përkundrazi. Njerëzit e marrin digitronin ose telefonin ose kudo qoftë, na shikojnë, na dojnë, edhe na çat dashni do të m'ia dhuru, edhe do të m'ia kthy falënderimin e tyre, tu dalën për qendra tregtare, tu i taku, tu bë foto me ta, tu i përshëndet, ata është mirë me na njoftë edhe si Adnan, se qysh jemi në jetën private, qysh flasmi, qysh mendojmë për jetën, jo të më shefmi në mbyllmi atë na ta shohin gjithmonë veç me rolet tona. Domethënë unë s'e kam problem të edin unë dal në për kafteri ku ka kallabllak, më pëlqen kallallaku, më pëlqen me pa njerëz, mi avëthith qatë energji të mirë, do më thonë se njerëzit janë edhe resurse, do më thonë duhet mi shfrytzu, po për mirë, se Zoti kish mujt me lonë dy janë veç me dy njerëz, qysh e ka nis, po ka bo shumë njerëz se dojnë doktora, na bojnë me qesh, disa janë sportista, kështu që është mirë me dash tjetën, shumë shpejt na vjen prajmi i funit, po thomë shumë shpejt na vjen me dek, edhe thojna ku qa pas kum bo që se pas kum jetu jetën. Dhe më thonë, veç më sta përzimi profesionin me jetën private. Jetën private unë e bëj mrekullisht kënaqshme, shumë thjesht. Ti e rrit në Podujev. Unë jem rrit, po. Je rrit në qendër të qytetit. Je rrit me një familje intelektuale. Po. Me sa kam kuptu, unë ti nuk je nis për aktrim. Po një kohë tash rinia pe kanë Antigonë më letë se pe din saktë në shkollë të mes me çka dojnë me ba. Se tash kushtet janë. Na një kohë kemi shku në shkollë. Ose unë e kom thoni që në fakultet kom shku gjuhë dhe letërsi, jo pse kom dash atë profesion, po kom shku mos me metë në Podujev. Podujeva shumë e mirë, po për më dash me më rriti diçka, Podujeve, Lipjane, Voshtreje, Mitrovice, janë disa provincat vogla që nuk mundesh me hec, tash varet ku dën ti me notu. Unë gjithmonë kom pas qef me notu në ujrat fella, Podujeva nuk është për ujrat fella që ti mundesh me më rri për asaj diçka. Interesante është kjo kur e thu, sepse une për tanë këtyne viteve që i kom me ty, e kom kuptu që ti e shumë i lidhën me Podujeven. Edhe unë nuk e di që ti mundesh, qëre, mos kesh tash, po vërtet është kjo, kafen e mëngjesit edhe rahatin e shpirtit e gjenë vetëm Podujev. Po të thëmë, atje është edhe familja, sidomos është edhe nona, po në Podujev jam i lidh me njerëzit, do më thonë unë qona pak ma vonë, se nuk kam këtat paraditës edhe nuk i njas. Kam arsye mu quherët se jo pëse nuk qona, nuk jem për i demelave, po kur qona e bëjnë një tush veshna edhe shkojnë pranverën 99, aty janë kafteria e kushereve të mi, e shpis teme, aty e pini kafe, aty takona me këngëtar, disa këngëtar Llapjan që i ka meq, takona me njerëzit e me, takona me grupen artistike teatrit, është Ryva Kajtazi aty, edhe s'podi, nina mirë, dhe më thonë Podujeva është sikur që gjithë e kemi një salon 2-3 dhoma nalt, edhe Podujeva është qajo. Që kur të shkojsh i takon njerëzit e tu. Sa do që shkojmë në larkë, ty të karame me punën që banë me arshiti të në botën, edhe prapë se prapë Podujeva është ma mira. Podujeva është ma mira, aty jem rrit, aty kam kri kujtimet, njerëzit jam të folë për ty duke folë për veten, sepse une, kudo që të më qojsh, nuk qenë marë frim shlirë. Podujeva është Antigonë, tash jo mës të proj pse vej për i lapi, po Podujeva dhe ti si musafire marë me bujt një natë edhe me najton ditën, Podujeva është shumë mikpritës. Podujeva din mi prit njerëzit mas mirë t'in botë, njerëzit e Podujevës janë shumë qellë, njerëzit e Podujevës e kanë një humor tepër të mirë, njerëzit e Podujevës veç e kanë një të mirën të keqë ose një të keqën të mirë që ata nuk mujnë, Podujeva nuk e doron me një malin, Podujeva nuk e doron njëri që nuk ka feqe dhe thet që unë jem që kjo, jo. Ata din me dash mas shumë t'in botë, po nuk ta dorojnë ty atë
që kush jam unë. Superioritet. Po, do më thonë, mu që kjo më pëlqen, po Podujeva shumë e mirë, është unë nështë edhe pse jemi lidh edhe me klubin e Lapit, që tash është stadiumi edhe bashkë me restorantin, ku shkoj aty takona me trajnerin e me lejtare. S'po di, ku të shkoj e kom ka një vend veçantë që thjesht kënaqna. Prishtinën e shfrytëzoj marrë me kry punët e mia, me kalu mas mirë në botë, jetesën nuk e komendu në Prishtinë. Prishtina është edhe zhurshme. Shumë afër. Shumë afër, po. Po edhe si person kështu, nëse i zgjedhëm, i bëjmë qytetet si njerëz, Prishtinën e shoh një njeri nervoz, një njeri që s'rahatohet kurrë. Mu më bëjnë nervoz njerëzit me intonacionet ngritne. Prishtina, një njeri nervoz. Po. Podujeva? Qill, Podujeva është... Një njeri që bën? Po, një njeri që është qill, një njeri që është me sabër që thojmë na, a bëden? Që nështë punën e ka keq, po prap ka gajret, a dhe pritë se bëhet, a bëden? Peja? Ata është po më shtin... Peja një djallë, një spodi, Peja shkoj këgjarrall, edhe pse është interesant, prindja me ka dosh pejen shumë, pithëm Shqipëriut, prindja me ka dosh pejen shumë, është shumë interesant, e ka dosh shumë pejen, e theke Shqipëri, mës ka pas në i sena, në i dashnore atje. I thejsha jo, se sot që ka dalë, avdi kështë shumë. Po, nuk e di, mirë është, unë mendoj që mirë është njerëzit aty ku jetojnë, po vend e vetë mës me harru. Ka njerëz që... Çfarë njeri o Peja? Me në malë, pak. Me një malë... Prishtina është një njeri nervoz. Nervoz. Podujeva është një njeri me gajret. Qill, me gajret, po. Peja është një njeri me... Peja është... Një njeri me syza. Po, jo një njeri me syza. Mëj me thonë që... Me syza divi. Pejant kanë shumë respekt. Unë shkojnë Pej, po mënyra që shpresin kur t'hime një kafeq, dhe më thonë edhe që shta bojnë venin edhe në Kallabllak, dhe më thonë edhe Peja e ka një farë zërë që është afer edhe me istogun, e na rajt për istogut, apëtin, edhe Peja... Gjithë qysh kemi lidhë për vete. Pa. Gjakova? Gjakova më është bënaj gare. Gjakova është njësi me musteqe, njësi baci, apëtin, që me regla, në ora 8 më shildera dhe po mbi gjitha kur qëkën kënaqësh, apëtin. Bukur shumë. Kem të aktrimi. A ke zgjedh ti aktrimin a aktrimi ty? Që tu kësha me thonë që nështë fati ka punu 200% që me më qumu të aktrimi, nështë Zotje ka ditë që jemi lindur për qitë punë. Dhe kallëzova pak më ardhë, na kemi ardhë në Prishtinë dhe nuk ka që kemi pas shumë andra. Kemi ardhë, hajtë në qytetin më të madh për me më rri dikun, dhe si kemi ardhë fakultet filologjik, është e vërtet që edhe kemi punu në këtë drejtim, se unë e bashkë me Simon Tanushin në kadrë të unionit pavarë studentave pa të mba grupin aktrimit. Do më thonë edhe kjo është që kemi punu për me më rri dikun, po ka qenë një shoqe, një kolegi ime, mike ime në Saranda Zekaj, është e martume dhe përshëndes kuta që është, ajo më thejke, ti ki me më rri, ti ki me konë dikushi. Në atë kohë ishëm dhe studenta, dhe kur se harroj shfaqen e parë, shumë Kallabllak patum, po nuk se ku me ndu kur që një ditë ko me konë kjo që jëmë, edhe ko me konë, ko me hongër buk për ishti profesionit, se ku me ndu, abëdim, nuk e ku me ndu, se si ri edhe koha ka në si fare që nuk e ke ditë kur hecja jote ku ka me më rri, po fati ka dosht shumë, mandej fati e kryoj edhe projektin e malë Prallë me Tupan, mandej unë e erdha në Prallë me Tupan, edhe pëse vanova një vit, po kur kom hy në audicion në Prallë me Tupan, edhe në ka qenë në Ver Petrovsi, ndjerë, Rames Kelmendi, ndjerë, ti ke qenë, Shkasrët Saqipi, edhe dhe më thonë ajo aty punoj fati shumë, kuptohet që edhe isha i mirë në drejtim, se si uri ju kom lanë përshtypje shumë, edhe kom hinë rrethin e parë në gusht, po e mira e asaj që sot asaj dite, 2006 nuk e di dita cëlla ka qenë edhe, e di që ora ka qenë 2-3 e mas ditës, po sot asaj ditë unë punoj me tempon e njëjtë, me dashnin e njëjtë për këtë punë, po flas edhe punoj me emocionin e njëjtë, dhe më thonë, kur të bëhet fjalë për me punu për humor, edhe me punu një emision ose diçka, e kam dashnin e njëjtë, mu ka ru që aje dashni e njëjtë me të sodi, dhe më thonë, nuk është që mu ka... E të folë për entuziazm. Po. Dhe më thonë, e bon me vullnet hala po, ashtë i qare, po. A ke gjetë ti punën, a punët ka gjetë ty, me sa mujta me kuptu është që punët ka gjetë ty? Po thonë... A do të kishë ndru diçka si kur t'ja nisë shëpi fillimit? Jo, për arsye se këto që e kom ba, kom qenë superior.
dhe më thonë, prej Kurgjafit kom ba diçka shumë. Kur thëmë prej Kurgjafit, po, një djali i ri prej Podujeve ka hypa autobusit me 2 euro në gjep, 50 cent ka kushtu bilet autobusit të në Prishtinë. Dhe më thonë, 1 euro i hargjejsha rrugë, edhe 1 euro të kanë metë me pi kafe në bufe, ose me hongë një burek. E kështu që po thëmë pi Kurgjafit, për arsye se prej 2 euro edhe kom rri me kanë, tash më slav dona, po kom rri me kanë prej aktorëve më dashur në Kosovë. Prej humoristave më dashur në Kosovë, jo kemë rri, po ajo është evidente, njerëzit reagojnë për punën tënde. Po, edhe kështu që nuk kisha mendru kurgjë, se mendoj që unë e besoj shumë në Zot edhe Zoti ka vendosur që unë me konë qështu, edhe çka të kisha mendru nuk kish me qenë më mirë se kjo që e kam sot. Ka i herë më mush mendën që nështa kishe pas qef, më konë edhe futbolist. Po, këto ku përmen, po. Nuk e di a ke përmen, veç unë e piqet një. Po, e di se gjithakënisht foli për futboll. Do më thonë, kur Antigona më thë, ta ke po që të më qënë, thë përse këshyra Chelsea ose Realin. Ose po shkoj me këshyrë futboll. Ose po shkoj po këshyrë futboll. Po, kjo ka qenë ëndër e jamja derisa. Edhe sot është ëndër e jamja, se gjithmonë jam afër ekipeve, afër Superligës, sidomos unë këshyri shumë Superligën edhe futbollin botëror, edhe jam afër klubit llapit gjithmonë, edhe pse s'kam ndaj post shumica shoqënisë edhe njerëzve mendojnë që ti ki diçka aty. Jo, shkoj se e du, edhe kur t'afrona afër tyne, më duket që e hek qatë dashni që e kum pas, domethënë, abdin e shuj ashtu. Po, futboller kisha mujt me kanë edhe futboller i mirë. Po mendoj që fati ka dashur edhe Zoti kështu edhe. Më kujtohet edhe kur kena qenë ekip i madh, ti gjithmonë ke thënë mi bo një ekip të prallës, me të panë më shko me lujt me tjerë. Po. E ke pas gjithmonë këtë iniciativë. Po gjithçka me top me lidh me gjithçka. E kom shti edhe topin me Sofien, sidomos në donë pa ta shti një herë topin, pa ta luj diçka, edhe pa ta bëni trik, po në atë kohë me Dimia këto të Sofis, e pa ta bëni trik që ajo është problem u bë. Dhe musafir që kanë qenë aty që marrin vesh futboll, wow, ashtu aty që shebone, se është topin hapësir edhe masanej nalet këtu edhe nërejqet për volley, apo nërejqet shumë bukur. Po, unë jetë krej këta deri këtu që jam, nuk kisha mendru kurgjë se gjithmonë e kom kriju një farë paqe mbrana vetes tem, edhe një farë lumturie që gjithmonë jam konë shumë okej, apo den. Adnan, nëse merremi me humor, njerëzit në përgjithësi mendojnë që na keshim edhe në tavolin, keshim edhe në shtëpi, keshim edhe kur dëna me kriju diçka, kurse në të tjerët të cilët e kemi punu humorin si kategori artistike, e dim se sa dhimbje ka në fakt mas aty në buzëqeshje. Po, neve në zakonisht na shofin si aktor humori, edhe popli na shef ashtu si një kukull që na duhet gjithmonë para ty me kanë mirë, me qeshe, me kanë me humor e me krejt. Ata nuk e dim që na kemi kanë herë edhe të lashet tona, kemi edhe mërzit tona, kemi edhe diçka të paralizueshme që dojmë realizu, kemi edhe lidhjet tona që nuk na hecin mirë, kemi edhe të lashet tona, domethënë jemi njerëz që edhe na vujmi për diçka, edhe na qesmi lot për diçka. Edhe është mirë mu gëzu kur që të lot, se kjo e karakterizon alarmin tonë në trup që je njeri, nuk je robot. Kështu që mos u bëni marak kur na ti vjen me kajt kani, mos u nalni, se është mirë, është e shëndetshme. Është e shëndetshme dhe ajo tregon që je njerëzor, abdi nuk je robotik. Kështu që po, ka sfida, njerëzit të shohin veç qatë 20 minutë, 40 minutë, apo një orë që na punojmi. Ata nuk e din që për me bo një program viti 3, do është mi thirë këngëtarët, kolekton, mandej 2 janë në Zvicër që duhet mi prit, kur din këta 2 nuk janë këtu, do të me bo një datë, dhe të bëjsh qatë datë është kogja problematike, dhe të gjesh venin ku me gjiru, dhe të gjesh mjetët, se aty jënë do pagesa, jënë do gjana, kretë në fund do është me gjithë disponimin tonë që me kanë mirë për me prezentu, këto popli nuk i shohin edhe mirë që nuk i shohin, se na kanë herë edhe dimi me rajt, me mimika, me kallëzu që jemi mirë, po në fakt nuk jemi, edhe na ka ndodhur shumë raste, personalisht më ka ndodhur mu shumë raste, në shumë dashma me hi që si kom qenë mirë, që kom pas diçka që s'kom qenë mirë, po dash me hi edhe me bo humor, edhe ata janë shumë kënaqur edhe se kanë besu që unë nështë e më keq. E si, është mirë mi kallëzu, mendoj që është që ajo marifeti i artistit, me mujt me i ndrydh emocionet e veta për hatër të emocionet të tjerve, të cilët kanë ardhë
ty me të pa. Se në çfarë momenti tjetës e ke vrejt veten që mundesh me arrit qatë ndrydhje të personalitetit, egos, ose të emocioneve tua, me i marë, me i shti diku fell në organet e tua, me i thonë rreni tash qito, se që tash nuk kom kohë për juve, edhe me nxerr një fare tjetër personalitet për publikun i cili ka ardhur për ty. Ka njëherë është e paspjegueshme që ta pëthu, me shti një paket ato emocionet këqia me thonë, hej, veç pak shqytu se ma vonë kena me kajt. Unë zakonisht ma çdo problemi, po flas një jetë s'kom pas problemet më dhaja kur, po do një vujtje, diçka ku di, gjithmonë jem nal, i kemi unë i kam disa prova para se me hinë skenës, dhe mos në darës mi kam disa prova të mija që e liroj trunin edhe mimikat edhe aparatin e të forit gojen që i thojme na. Gjithmonë jem një farë psikologu mrena vetës që i thëmë vetës, nalo, se deri sa të ki qitë problem, sa do në botë janë edhe 2 milion probleme më të mëdha se që kë. Do më thonë që mi ndërru as vetë si kështë ndërru, kështë që koncentrona për me hinë skenë edhe kur të hy aty beson që ka rast, jo ka rast, po 100% nuk më bjerë men kur me qëfar probleme kom hi. Do më thonë se kjo është dashnia që e kam. Do më thonë momenti që hy në skenë edhe e bëj, e shot dikon që i po kesh me ata që unë e shfaqi, më bënë mirë. Një farë mënyrë publikun e përdori shumë si adapter për me mush energji që kur dalë më dalë shumë happy. Edhe ato probleme nështë ta më zbutën pak. Apëtën se e ki ata që ky publik që përdojnë kas shumë nuk ja vlen ti me hes për para. Dhimbja jote, publiku nuk e din, po unë edhe na njerëzit që rrim me ty e dim që ti e ke përjetuar një thymje të madhe me humbjen e babait. Po, e vërtet. Edhe që për që të njof, unë nuk e kom pa kur një Adnan ma trishtum se atëherë. Po, në 2014 vdekja e prindit, po, na pa ndryshu shumë edhe si karakter. Do më thonë se je shumë i plotësu me familjen edhe për një moment të vdes dikush që nuk e pret që ka me vdek. Na dimi gjithë që momenti që lindëm veç jena dënu me vdekje, se këna me vdek në ditë gjithë, po ashtu shpejt lajmërot një smunje edhe ta merë personin ma dashtur, personin moshën e re që do të mjetu në 5 vjetë prindi, edhe normal që ndryshon. Mandej do këtë gjithë shka thot, gjithë shka kurgjo, gjithë shka nuk e di. Dhe më thonë, pi prindi po, është të vërtet, unë e pa ta përjetu shumë keq vdekjen e prindit, po nuk i du vajtimet edhe nuk i du këto me majdëzi, po edhe sot asaj ditën, 2014 e deri sot që po flasëm 2025, në më thonë, gjdo dit nga bjen men, gjdo dit nuk nga gëzon që ato që i blejmë, apo që ato që i bojmë për hajra, apo që ato që i gëzojmë, se do mos festat i ka dashtaj shumë, edhe në për festa na mërzitmi për festa, po duhet ka njëherë në ato mërzit, të mendu që njerëzit kanë mërzije më të mëdhaja, po duhet më ndaj munal edhe hatri familje që du me pas kujtes, dhe më thonë me majtë një farë balanci të mërzis. Po vëlla, kanë qenë disa vite Antigon që unë e gjdo fest nuk kom qenë mirë. Gjdo fest, dhe më thonë, jem kanë me lëtë, gjdo fest jem kanë një mërzit shumë. Sot e menagjoj ma mirë vetën, po, dhe më thonë, gjdo person që... Thonë që kur vdes prindi, vdes një pjesë e jona me ta. Po, sakt, shumë e sakt. Edhe atë pjesë tonën na mos ne mundohemi mi mbush me gjana tjera, të cilat na gëzojnë jetë. Atë ka lënë babën e emanet? Jo. A do të kishe pas qef ta kishte lënë? Nuk e di. Këto amanetet janë edhe përgjegjësi e madhe për me mujtë se në me pesh dosh me majtë. Nuk na ka lënë, po gjatë jetës prindi na ka mësu shumë. Na ka mësu shumë t'jem... Na ka folë shumë për moralin. Na ka folë shumë qysh duhet me ka njerëz të mirë. Ai vetë ka qenë një për njerëzve te për turtë dhe te për qelshme dhe te për të mirë. Dhe më thonë, na në jetën e vetë nuk ka ditë me idhë nuk kërkanin. As në jetën e vetë që thojmë na, që është fjallë popullore se ka shkelas bobresën në tokë, ka qenë ekstrem i sjellshëm, edhe mëj me thonë lirisht që mandej sillet e ti edhe na i kemi trashëgu, edhe është krenar kur të ki për një meni prind qashtur, qasht edukum, qasht kulturum, edhe që sot takosh me shokët e ti,
edhe që ta lavdojnë, jo veç pse nuk është ma ka vdek, po e lavdojnë si njëri turp, si njëri cjellë shumë, si për me mas nej ta zbutin pak ata që sodaj nuk është. A kene i vërtet prej babës? A angje? Se na tu plak e shofim veten që bëhemi si prind ton. A je bo si baba në njonin prej aspekteve tjetës? Njerëzve që kam qef më ju bo mirë. Këta ka pas edhe prindi jem, do më thonë, në atë kohë ka qenë një kohë si këta tash, pa thonë këta tritit. Një kohë kur në Vllazni Llak, na jemi shku me një gotë, për shembull edhe kemi lyp të Gruaja Agjës, ose të, kena thonë, ama një gotë të riz, se masanin e na këtë blejmë, mja bina. Prindi jam ka qenë gjithmonë ai që nëse edhe kena pas veç një gjys, ai ka thonë epja, unë menoj që kom trashëguar çdo tina, edhe urtësinë e tina, edhe bamirësinë e tina po, se sot kam qef njerëzve më ju kry punë, do më thonë, kënaqna kur dikuj i kry punë, dyqysh flej shumë mirë, s'po dyqysh me thonë, e ndje një farë paqje nëse dikuj a kry një punë, çfarë do lloj qoftë e farë pune. Nëse do të kishe dash, për shembull, me i thonë diçka babës tash, çka do t'i kishe thonë? Këtë moment? Po. Këtë moment, tash kena shumë sene, do më thonë, mu kish dasht në tavolin me kanullin edhe me fol me ta, po mendoj që pyetja krejt që ka kisha me pyet, kish me qenë se a je i kënaqur për sjelljet tona prej 2014 vdekjes tonë deri me këtu. Po ti e din ata, ti e din që është i kënaqur. Po, besoj që po, besoj që përgjigja kish me qenë po. Po, pse se thua atë fjalin që ti e din që ai do të kishte bo pyetje ty? Cëllën pyetje? Po ti e din çka do të kishte vetaj ty tash? E ki fjalën për familjen? Për martesën. Për martesë, okej. Nuk e di, nështë nona është ndryshe, prindi ka qenë pak ma ndryshe, nështë prindin të e njoft, nuk ish me qenë ai që më kish bo shumë presion, se ai nuk ka bo presion, po ai kur do që ka thonë diçka, atër ti s'ke pas nevoj për presion. Po, qashtu është, po s'pëdi, ai e ka po jetë pak ma ndryshe. Kjo puna martesës, unë e shoh pak ma ndryshe se njerëzit tjerë, sot mundësit janë mu martu, kur dush. Po prej asaj kur dush i sa ki hajrë nuk e di. Do më thonë se mundësit janë, do më thonë mu martu, unë jem shumë i kujdesshëm në këtë drejtim, mundësit janë, personalisht për mu, mundësit janë mu martu dhe në qershor 30 herë, po është e moralshme prej anës dytë jo, për arsye se nuk guzoj me shti dikon në jetën time pa e dasht, se nuk menoj mu martu për mu nda. Ti po më pret me u dashuru? Jo, po pres mu dashuru. Edhe kjo gjithësyshna, po unë pres që martesa me kanë shumë arsyeshme. Martesa me kanë këra që ti e sheh veten malet me ta, jo me pas barë, që me marrë me pas barë. Unë e thash edhe me herë, nuk jem për atyne që martona për skandale, ose martona për mundase. Unë martona për me bas zgjedhje, për me bo familje, edhe për me dash që atë 9 fëmijëve të mi. Dhe më thonë, nuk së më kish pilqy që një gëru në shpi mës me pas 0 dashni për ta edhe me dal me dikën tjetër jashtë sajna. Dhe më thonë, se kum liju kur që ta. Edhe kur kom qenë me një lidhje tjetër, s'kom liju kur që me konë edhe me dikën tjetër. Jem tip që je lojal, 100% jepësh për lidhjen tonë. Mdo këtë shumë banale, mdo këtë shumë e ullët, jënë disa sene në jetë, është veç një lindje, është veç një vdekje, është veç një unë e mendoj që është veç një martesë, nëse zotëruna, gruja, vdes o diçka tjetër, po nuk më kam pilqy kurrë një jetë që t'jesh i martum, mos ta dush gruan edhe dilsh dikun tjetër me... Ti e të njës për jasaj që ka poshe jashtë? Që ka poshe tash, aktualisht ka po ndodhë në për? Po, kjo ka ndodhë edhe në 50, 80, veç ta shenë bo kushtet për mus mu po, këtu në herë, abden, unë mendoj pak ma ndryshe për A të më thonë kjo që ti kur asnjëherë nuk e ke tradhtu partnerin tënë? Jo, vazhdoj kur mos me tradhtu, mdo këtë likësia ma, mdo këtë jo njerëzore me tradhtu dikon. Këtë mundësit janë mu tradhtu. Dhe më thonë, nuk du me pru vetën si njeri edhe me vdek me tradhtu personin që jem e ta. Mdo këtë shumë likësi, mdo këtë e pa njerëzishme.
mu më duket e panjerëzishme. Do më thonë se ku bë kur jetës nuk e dihet ç'a ndodhet, ç'ka bëhet, po me këtë karakter që e kam nuk tradhtoj se nuk du me lik karakterin tem. Do më thonë mu kërkush nuk më shti me zor me dal me një qik edhe në momenti që asoj thëm po më pëlqen. Se gabimi jonë është që para pëlqimit të thojna po dojmë, apo kupton, asoj dush mi kallëzu që po më pëlqen, e mas nej tu të pëlqyë edhe don, po na ka njëherë si të gutë shumë, por në momentin që i thëm dikuj po më pëlqen, s'kom të rathu kur vazhdoj mës me të rathu se nuk du me lik karakterin tem, jo pëse s'kena mundësi, edhe me të rathu edhe me reje, është shumë likësi, është shumë e panjerëzishme. Do më thonë, provimi e një njerit dopt menoj që është rathia. Të regom, gjatë jetës ke taku shumë njerëz, takon fond. Te për njerëz. Ke taku shumë. A ke taku një qift ideal, kështu me fol, me pas një farë... Qift ideal? Po, e ke taku. E kom taku një qift ideal në Antalli. Edhe që kam kanë lënë për shtypje, po flas për emra, aj qift ideal, më kanë lënë për shtypje që nuk ishin pas fëmijë. Edhe me qenë sonë nuk jem tip që bëj pyetje, do më thonë nëse pala tjetër ka dëshirë me më të regu okej, edhe më të regun që s'kena fëmijë, edhe i ka thonë gruaja që martov, a i ka thonë jo. Na i na taku me dashni, edhe Zoti s'ka dash me bë prind, kështu që unë deri në fund me ty ka me kanë edhe mënyra që shërbejke. Do më thonë që më lejke për shtypje, se vinë do qifte edhe do më thonë perfekt. Na kemi qenë, do më thonë mënyra që shërbej ka i grune vetë, ishë mrekullia Zotit. Apo kupton, se kjo pjesa martesës nuk është probleme, se na po mendoj që pishof me femrat veç që si prodhimtari e fëmis, që kjo nuk po më pëlqen. Do më thonë, hiq bre, le, mos u marto, hiq, po mos u marto për më ta bani fëmijë. Unë menoj që shto. Nashta jam gabim për këtë njerëzve, po thjesht nanën e fëmijëve dosh me dasht pik. Nëse nuk e don atëherë ti se ke kalu provimin si njeri. Menoj, nashta jam gabim. Shumë bukur, kjo tingëllon shumë bukur, vajza, shqipni këtë djallë, thot nuk të rathëtan. Shkruja e numërin qatë. Jo, nuk e flas të edhin që këto bohabete i flasëm edhe në tavolinë edhe të edhin që une edhe shokët e mi, që unë i kom shokët shpirtit nuk të rathojnë. Momenti që të rathojnë, ata nuk janë shokë me mua. Nëse unë e di, edhe ata më ruhen. Shokët e mi më ruhen, unë s'kam qef edhe me folë të edhin. Për njerëzit ngritun, për njerëzit që janë pak ma, të rathia shumë. Je single, bo që ka dush, nuk ka problem. Po premtimi që dikuna i thu, të du, dhe më thonë dush me pas shumë kujdes. Pas e ki probleme edhe me Zotin, kështu që dush, qaje po thonë. Une ndigjova sot një hulumtim, edhe thojke që na, deri sajna të rejt, në fakt i kemi punë të mirë në lidhje, në momentin që dele vërteta, fillojnë me u shfaq problemet. A është kjo që ka po ndodhë në fakt me lidhjet tash edhe me raportet ndërnjerëzore? Në fakt, a është e vërtet që na po prezentohemi rrejshëm? Unë po thom na, duke marrë parasysh që jena të folë për publikun. Se di Antigon, tash... A mundët me qenë që rrjetet sociale na ka ndonë një mundësi më paraqitë rrejshëm? Po, e gjithë qysh, na jena të jetu shumë fake. Do më thonë ti, në çdo takim që del me një femën, aje femën ka më të banu 3 orë, deri sa të rregullohet, deri sa e të kuptu, ti nëse je kësmeti që ati personi, aje ka me të pa në duks, në pijama, ka me të pa gjithë qyshna, të bëhaj varë, që ati të edhe një shpëret, dhe më thonë, unë i urej femnat edhe me shkut me komplekse, mos u rregullon nëse ki me dalë me një femën, ose e kundër ta. Dil bre pak ma thjesht, apo kupton, le ta sheh ai pak ty edhe çat originalitetin, apo kupton. Andigon unë jam person që shkoj shumë në përdarsma, në prahingje familjare, edhe shumë herë dëgjoj që janë nda, për arsye se sot janë të dalë 2-3 herë në kafe edhe po martohen. Tash apo martohen veç hajt, si gajlet ta kryj këtë farë punë, mos jam llafi mazdarkës, që është gabim. Mandej na e din ti, në Kosovë i kena femrat shumë të bukura, te për frarica dhe të veshën e bukur, po shef një 20 vjeçare me një kerë super të bukur, ma të mirë se une që punoj ditë për ditë, e ma të mirë edhe se ti edhe se shumë do tjerë, 20 vjeçare që e ka nashta një bab që i punon mësus. Ka i kerë asaj? Po dhe ka i kerë, okej. Qështë ka fituat kerë 20 vjeçare? Po dhe qështë ka fitu, okej. Abdim, po du me thonë që është rritë luksit menduarit, apo kupton, edhe janë të mendu jo veç femnat, po edhe meshkut, po janë të mendu një farjetë që
shumë haj, shumë luks, shumë jo, duhemi me punu për marrë të luksi, po dhe kur vim të luksin do të me mirëmbajt. Se shumë shpejt shkëm të poshtë. Jo vetëm me mirëmbajt. A din ato që i ka thënë ai pse s'po del me zonë peshk? E ka pa një milioner, e ka pa një njeri të zonë peshk me kallam. Edhe o shku i ka thënë ty, mirë, po t'ecë kë peshku, po ta do fati, a përdin, po mundesh me nëzonë. E ka thënë, po, është shumë mirë, e që ka bon ti me këtë peshk kur e nëzen? E ka thënë, po, e qenë shpe, e hajmë, po, për çdo ditë peshk s'mundën i mangër, po, ja jep kujshive, ja jep vllaznive, ka i herë shes. E thot, po, pse s'pë, apo dënë thotën e po investojnë ty, e blem një anije, e ti del në det, edhe nëzën peshqi me rjeta, edhe kryon një fabrike, e bon një konzervon peshqit, edhe, i thot, edhe qka mas nej me bo? I thot, po, mas nej del e dzen peshqi për qef, me shtak. A i thot, po, qevertu në zonë peshqi, për qef, nuk kom nevoj me bo. Po. A është kjo ajo andra madhe e rinis që të gjithë po mendojnë me bo fabrik peshku? është bo pra Antigoni metastaz e hajde dukmi këtë bukur. Hajde mas të bukrës shka. Të më thonë se na nuk kemi fajtor as meritor për vite që i kemi. Nuk kemi fajtor as meritor për dukjen që i kemi. Se është dikur tjetër që vendosë. Për datën e lindjes vendosë Zoti kur me lind ona i tjetëri. Edhe për mënyrën e pamjes grafike, fizike mendon Zoti, unë që shmë do Kadnani. Problemi është këtë lindje edhe këtë pamje hajde zbukurojnë ana. A për kupton? Kur që nuk është keq mu do bukur, po mas bukurisë çka po mjep, dhe më thonë, veç bërë lalak, kur gjë tjetër. Nuk dhe me folë, nuk dhe me najtë, nuk dhe kasë, a për kupton është... Unë e kom vrejt për shembull që në për Instagram, për që unë jam e lirë, shkrujnë djemët, edhe tonë për shembull shkrujnë klishe. Tonë thënë je bukur, a muj me pi kafe. Qka ka ndodhë me djemët për para ka ndit me dhanë komplimente, ka ndit me u përpjek me u bo pjesë e jetës tane, të njëjtë. Reagim ka ose s'ka reagim, shkojmë të tjetra. Antigon, ardhë kohë e kalajshme, sot me dalë me një femën, ata e kanë mësu që ata. Së me ata, ne përgjësi, për shtje dhe vetën, jemi mësu që me një hejq kemi shumë bukur për dokësh, me një kompliment, dalë me pi kafe. Edhe shë vetëm të pi kafe, po. Po tash nuk jenë krejt femnat, të na ka shumë edhe femnat bukra, edhe shumë femnat serioze, edhe shumë femnat cilat nuk janë qëto që ndarjen me një kompliment, abedin, në të të nuk guzojme, jena të folën generale, po nuk guzojna kur... A është problemi të vajzat apo të djemët? Se unë po mënoj që është të djemët. Antigon, nuk po di, nuk po guzoj, tash unë e vepe një profesioni këtë tjetër edhe nuk po guzoj me hinë profesioni psikologut ose sociologut, abdin se është... Po ki drejt me pas një mendim. Po, qashtu, po menoj që është të dy anshme. Nuk po guzoj me lanë fajtor veç femnat ose veç meshkujt. Fajtor edhe meshkujt, fajtor edhe femnat, ki femën sot që nuk del pa të marrë një favar. Ki femnat që do më thonë është i qare, sidomos këto që të kalzojnë në fillim, çfarë favori përdojnë është perfekt. A kupton, se mas një të emat vetën, apo don as po don. Po jënë do të rrezikshme që të shtinë rrugtimit, me të marrë favor edhe masaninaj hup kohën... Hup emocionalisht. Emocionalisht, po, masaninaj favorin për pagun emocionalisht. Kjo është e rrezikshme, kjo është e keqe. Po mbi të gjitha është që çfarë do që na vjen në jetë nuk duhemi mu dërzu. Gjithmonë duhemi me kuptu që para vetës e kemi edhe një shansë më të mirë edhe një diçka. Kështu që krejt ato që as kanë bërë për neve, mirë që kanë shku. Po, jo, gjithësësi. Ata që s'kajnë, ata që... A di si thojnë nëse dikon se ke shok sot, dhe më thonë që se ke pas shok kur. Po, ashtë i qarë. Dhe më thonë, problemi është që edhe të kjo që njerëzit po jenë fake, po rinë me ty, nuk po flasë që në raport femna, po edhe shoku, po rinë raport me ty si fake, po të merë favore, edhe në fund për një moment, hecja i shkoj, apo kupton. Kështu që je mundu me ka një deti i madhë, kështu që nuk që thujmë për një tas uj, nuk është që malojnë shaj, apëten. Apet jem qaj deti, qaj qani madhë. Po, ti e ke vërtet rrethin e madhë dhe njerëz me të cilë të rrinë. Po, si e identifikon atë nani një njeri, a është për shoqërinë e tij apo nuk është? Si e din afërsisht që qaj njeri mundet me qenë shok i mirë apo jo?
Mu më pëlqejnë njerëzit cilët du mi bë dosta, më pëlqejnë njerëzit cilët nuk folin jashtë tavolinës tem, nuk folin për të tjerët, nuk paragjykojnë, nuk janë njerëzit kukus, unë i urrej njerëzit që kukasin në tavolinë, gjithçka kuku, nuk i du njerëzit negativ, nuk mundet mu bë shok dikush me mu që është shumë negativ, i du njerëzit me personalitet që është i hareshëm edhe çdo punë thot po bëhet, apo nëse njerëzit vajtorë nuk më kanë pëlqyer kurrë, edhe më pëlqejnë shokët e moralshëm. Te ke vërej që mu më pëlqejnë shokët apo shoqet që janë familjarë, domethënë që unë nuk mu më kap fobi nëse rri me një njëri për herë të para, për herë dyta, për diçka që rri 2-3 orë, qoftë femën apo shok mashkull apo çka të qoftë, që nuk se thirr dikën të familjes, një nana, një motra, dikën me ditë, domethënë se më kallëzon që njerëz kujdeset për dikën. Abdin në momentin që ti si Antigon nuk kujdesesh për familjes tone, sot të dash breqet, ti s'mundesh me mdasht mua, apo kupton, domethënë nëse ti nuk je për rrethin tënd gusht, s'mundesh me kon as për mua. Kështu që jam shumë i kujdesshëm, unë këtë pjesë i afroj disa njerëz që ju besoj më shumë, që i du më shumë, i afroj. Edhe ata njerëz e dinë edhe shokët, ata njerëz që unë i thirrin telefon, por me pikafë janë shumë veçantë për mua. Domethënë kam edhe plot njerëz që takona për mënyra ndryshme, për takime pune, për shumë tjera gjëra, por njerëz që dalin special me pikafë, ata dinë që i kam shumë për zemër edhe më kanë 24 orë shërbim. A të ka ndodhur me u zhgënjy prej një shokut, ose me thonë ti për shembull investova shumë që të njeri, edhe a njeri mu largu për jetës tënde. Pa në arsyetim. Po, do më thonë, është shok jemi që është largu për jetës tem, që sot nuk kam përgjigje. Po mirë. Ka njerë po thonë mirë për asaj që aje ka marrën për arsye se e bon qatë farbarët të njetën. Unë jem shumë okej, do më thonë... A do të kështë pranu për mas, me bëme të këthy që tash? Ajo, unë e tim njef mu që unë nuk... Andigon, kur njetë tem, nëse me dikën i midhnu nuk jem këthy mrapa, vazhdoj mos mu këthy kur për jetë, me pas edhe për ilaq, edhe për ilaq, do më thonë, ai person veç me prek, me mshëru, nëse kam edhe smunje për vdekje, pranej me vdekje, të edhin sa... Kur ti përzon njerëzit për jetës, të edhin sa... Kur në jetë jem këty, kur me kërkon, edhe kur në jetë kur me dikon idhnona, nuk du kur me sy me pa, edhe nuk mirë na kur me ta. Kur në jetë. Do më thonë, jemi marum që ashtu. Do më thonë, të ti nuk ka shansa ati? Jo, këthim tone jo, këthim tone kur në jetë. Nëse do të kishim, hipotetikisht, do të kishim dasht me jetu edhe i herë, e kuptova që ti nuk e hep shansin e dytë, por a thu njerëzit munden më u pendu për diçka? Kjo varet cili është faj që e ka ba. Jenë disa faje që i bahen që nuk mundet më u pendu. A kupton, nëse e gjunë që të folë, e gjunë që të gotë në tokë, po, mundesh më u pendu. Po nëse e merë që ta e gjunë që shtu e gjunë, atëre për çka po pendosh? A kupton, do më thonë për diçka që e ke ba skenar për me ba, jo. Ata do më thonë... A ka gjendje emocionalit përkohshme? Përkohësisht për shembull një është i mërzitën, ose përkohësisht një është i dashurum, ose përkohësisht një është i vetmum, ose përkohësisht edhe gabimin e bën njeriu përkohësisht. Po, për që ata po thonë që këto gabimet janë edhe me nivele, varet në cilin nivele ke ba. Këto që ai përmene, këto edhe na zbukurojnë jetën që kanë hënimi të mërzitun. Pse na bojnë me kajt mirë ball. A bëdim? Jetë të kaj se dhe për që apo kanë, ka njerë kanë prej lodhjes që të në kohën jetë të prodhu. Abdin veç, do më thonë është tash muj nëntorë dhe djetorë që të në kohën kime prodhu emisione, kime prodhu skeqe dhe që atë jetë thirë një shok që është këngëtar, hajde sante se jem aty, së më nëshme shku, që aty së më nëshme shku dhe mërzitësh, se ki qef me dalë, edhe pëse unë e tjedin që më nunë të naon të mu shky. Të shkyhet. Kështë që mirë është që i kena që to, po, kje pjesa tjetër është me nivele. Nëse ke bo një faj që është i pafalt. Cilat janë fajet e pafalta? Fajet e pafalta janë tradhtit, cilat tradhtit. Tradhtit janë edhe, po flastar veç që qift. Jo vetëm tradhti emocionale, po edhe tradhtit në përgjithsi. Po, edhe tradhtit në përgjithsi. Janë ato që janë... Mashtrimet i bjene. Po, mashtrimet, bravo. Se mashtrimi e majnë rrezikshëm se tradhtia. Kur ti e bo një skenar, një njëri që ka jap gjithçka për vetës vetë,
edhe ti e ke mashtru. Mashtrimi nuk bëhet aty për aty. Spontanisht, po ishte me paramendim. Ai mashtrimi bëhet shumë me skenar. Po, edhe gjyqja e njeh këtë. Krimi i bën në efekt dhe krimi me paramendim. Ka dallim ndënime. Ashtë qarë, a vëdem, si kur këta njerëzit që thojnë na pije e këmë thonë një fjallë, ja, të sa doa që e pin, nëse pin shumë, të atëre mund është me hinë gjumë ose me këthujt villëne. Momenti që e ki gojën me folë, në vedin e ki, a din, folë diqka që e dim se për folë. A vëdem, nëse mi hinë qef dikoje se, apo këpëtan, nuk i e krej që ashtu që mos me ditë. Kështu që jënë dosane që nuk falen. Pik, unë edhe ashtu jem typ që s'falit jedin. Por duhet me qenë falimderus prapse që ta dëmtime emocionale në ka impjek. Pa tjetër po, unë e veç thom, e qëllimshme është, për shta unë gjithmonë kom punu... Ti e besimtar. Po, pa tjetër. Edhe nëse Zoti ka dash që ti mu lëndu në atë mënyrë. A i ka dash sepse ti ke qenë një farforme ti ose unë ose kush do pineve, kena qenë të papjekon në atë drejtim. Kemi besu shumë në drejtim. Mësë në Zoti na ka që një dhimbje të madhe, një shgënjim të madhe, një lëndim të madhe për me na vedisu neve. Ajo krejt që ndërën, po, ajo krejt që ndërën. Unë jem qashtu të edin edhe me shokun, po, tash zakonisht na nuk kina të folë gjithmonë veç për raportin femën e mashkull, po, të folë për gjithi, për bashkëpunëtor, televizioneve, për aktor, për gjithë shka. Unë jem tip që unë e dha 200% për çdo njanin, por çdo njani dha 200%, edhe masanina njerëzit sikur i lazdroj me ato që ka dha, edhe vjen një kohë kur ata mundon më të bëjnë konkurrencë, apo mundon më bëj bara me ty, po unë mendoj që janë do njerëz liderë në jetë që nuk mundën më barazu me lidera, se Zoti të lind lider edhe ti nuk e... Ti e dash dhe je lider. Kështu që unë mundona gjithmonë me punu me veten tam, unë me kanë mirë, unë me kanë në paqe, unë me kanë mirë me familjen tam edhe me rrethin tim të ngushtë. S'unë gjithmonë e shërej vetën, nëse kam një problem, sa një pare shërej vetën. Sa ka evolu ose sa ka ndryshu kërkesa e publikut për humor është që i njëjti humor që është shit dikur edhe sot? Jo. Nuk është, çka ka ndryshu? Po të kallëzoj, publiku po donë ma hazër mi po sanet. Okej. Do më thonë... Tash edhe humori ko ka bot TikTok humor? Po, tash pa, unë kundër TikTokut kam qenë gjithmonë, kundër këtyne formateve si Big Brother kam qenë gjithmonë, për arsye se është hop metastaza e shkollimit bazik zero. Na e dimi që i shohmë disa vajza të reja për një vitën e për intervista, që lajnë nam me budallakina, edhe që ata i shohmi me një shtëpi, ku mas asoj shtëpi e dalin Shakespeare, edhe bëhen krye fjallë edhe na do të me dëgju fjallën e ty në masane hynë me na i reklamu edhe do produkte të mjekësisë, apo të në vitamina e sene. Okej, nuk jam kundër kurgjo, po është mirë jo. Humori ka ndryshu për arsye se tash po hyn për skfilti një grua 50 vjeçe, edhe thet diçka në TikTok, edhe që ajo po quhet humor. Na e dimi sa kemi punu për me dal me shfaq një humor, kemi punu 2 herë ditët, ka, do më thonë 2 herë prova, kemi pasur orë punë tetor për me shfaq një humor, në kohën e prallës, në kohën e familjes moderne dhe kafenia jonë. Do më thonë... Sot? Qyshe humori sot? Jo, sot është spontan, sot është spontan të humori, sot është ka sto me dalë sa me lirë, improvizim aty për aty, kush e ka mundësin, edhe në rregull është, do më thonë, sot nuk ka ma që thojmë na vlera. Satir, ose çka do tjetër? Nuk ima satir metafore këta. Po, populli thjesht është ka donë hazër. Sa ma hazër? Tash, a la fajtor popullin? Jo, fajtori jemi na që ju servojmë. Po, edhe na si aktor humori, na jetojmë me këtë... është bo tregu i vrasht. Po, është bo tregu. Unë nuk guzoj me rreziku veten me ba diçka wow, nëse nuk shitet. Unë shkoj për qasoj qa shitet, për qati produkti qa shitet. I thash një shoku tam për me një butik, i thash, trener ka drejti jetu i prut këshia. Me da kacole, me da shkronja, me da... Tha, Adnan, qëto për shitet. Po, që kjo është. Edhe në regull jeti. Që kjo është. Adnan, të falimderit që ke qenë pjesë e podcastit tem dhe më kalzu si unë djeve? Faleminderit shumë. Falem diçka që unë nuk flas, sidomos për jetën tam private, për emocionet, për këto nuk flas. Unë njeva si me kanë me një kafe. Unë qështu jam edhe një jetë përditshme, qëta që a folat e ti flasë edhe një jetë përditshme. Ne për emisione munona që jo të arruj vetën, të arruj publikun,
se nuk du se tash unë kur të flas për një vujtja diçka njerëz mendojnë që kom të vujt, ata nuk e dinë që jam super i lumtur, i plotësuar me këtë gjanat, me familje, me kushte financiare, me këtë ato, po edhe na jemi njerëz, edhe sot u niva tepër mirë tamam se me konto pi një kafe me një kafish dikun. Edhe ti e shpejt, kam qenë pjesëtare e xhirimeve të po ja zbulojmë publikut, po le të dinë që jam në programin festiv që e ka punuar Nani për faqen e vetë YouTube-s, edhe aty e ndëgjova që po pritet për te me ardhur 2 projekte të reja. Po, një projekt e ka me Flutrën, një podcast e ka me Flutrën, tash fjallën ma ndryshe e urrej, nuk e du fjallën ma ndryshe, po do të me qenë se jemi 2 aktorë të humorit, komedis, do më nuna pak musafirin me trajtu pak ma ndryshe. Flutra ka me qenë ajo që ka me majtë vindra motorgjike që thojmë na me pyetje ma serioze, në ka me kona i që edhe ka me pas edhe diçka në podcast. Mangu ca keq. Mandej e kom thonë që Melinda Hakan jem të punu një emision, e ajo emision është pak ma XL, është pak ma i madh. Lindën e du edhe si njëri, e du edhe si këngëtare, e du edhe si edhe si shpirt. Edhe po, është shumë e mirë edhe... Presim projektet tua edhe shpresoj që edhe unë me qenë musafir. Patjetër. Faleminderit shumë, u kënaqa shumë sot edhe besoj që i folëm lyrën më të sinqert. Miq, ky ishte Adnani me mu në studio. Unë ju falenderoj nëse na keni ndjek, ju që s'na keni ndjeknani. Na do të vim tejten me një tjetër debat me madam, ju rrini me First Channel, të but me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët.